Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe kjo është letra që është taksur për ju. Është mbreti i kupës. Ky është simboli i dikujt që e ndjen shumë por nuk e humb veten ndjenja. Ky është ai mbreti. Kjo tregon që keni kaluar përmes stuhi emocionale dhe ke mësuar të notoni në thellësi pa u mbytur. Jep qetësi, mirësi dhe stabilitet tek të tjerët për pa pasur nevojë të dominojë. Çfarë duhet të bëni të dashur Bricjapër nëse jeni duke u ndjerë duke u mbytur? Nuk po i menaxhoni dot të ndjenjat. Të mbani balancë emocionale dhe kur të tjerët rreth jush janë në kaos. Të udhëheqni me zemër, jo me egon, të kujtojnë që forca më e madhe është ndjeshmëria dhe qëndrueshmëria. Të mos i shtypni ndjenjat për t'i përdorur për të krijuar të mos i shtypni, të mos i shtypni ndjenjat. Dhe ato përdorni për të krijuar ura, jo për të ndërtuar mure. Në kuptimin asaj që mos bllokohemi, të krijojmë një urë me ato që mësojmë, ato ndjenja, ato që ndjejmë, jo të krijojmë apo të ndërtojmë mure. Që të qëndrojmë në rolin e mbështetjes dhe qetësisë për të tjerët, pa u bërë shpatull e rënduar për dikë. Pra, je ajo që njeh thellësinë e ndjenjave, dhe tani është koha ta përdorësh këtë dhuratë për të ndriçuar rrugën për të tjerët, apo dhe për veten. Do thotë të qetë, të qëndrueshëm, që të mund të jeni urë lidhëse për dikë, jo mur, apo një krah për të mbështetur për dikë, apo për veten e juaj. Çfarë do të jetë të qetë dhe të qëndrueshëm, të dashur Bricjapër.